Agrona Xhimali vjen nga një eksperiencë gjatë në fushën e qeverisjes vendore, lokale dhe rajonale. Vjen nga një ekspertizë të thellë në fushën e qeverisjes vendore dhe të reformave territoriale. Ka mbajt kauzat drejta në mbështetje të qytetarëve, kryesisht për shërbimet publike, por jo vetëm. Ka mbajt kauzat të forta për çështjet e administrimit publik që shkojnë në interes të qytetarëve, kryesisht në zona rurale, por jo vetëm. Mendoj që kapacitetet, aftësia, njohurit, maturia ime në këtë moshë më ka çuar t'i kthej gjithçka që më ka dhënë Tirana dhe tironësit, gjithçka që më ka dhënë ky komunitet me gjithë aktorët, media, institucionet, pa diskutim. T'ja kthej me vullnetin tim, të shpreh interesin tim, qoftë për t'ju përgjigjë thirrjes së kryetarit të opozitës dhe të gjithë kryetarëve opozitar, pra të opozitës së bashkuar, por edhe aktorëve të tjerë të shoqërisë civile që kërkojnë një aktor që të jetë neutral, të vinë nga shoqëria civile për t'i kontribuar një betejë për Tiranën, për t'i kontribuar një betejë për të larguar qasjet e vjetra në politikë, mendoj që i kam këto aftësi, e kam këto vullnet dhe I vetë ofrohesh kampit apo frontit opozitar, apo nëse nuk do të kesh një telefonat konkrete nga çdo kush që është pjesë e atij grupi negociator, do të dalësh si kandidati i pavarur, siç ndodhi me Arlin Qorin? Nuk do të dalë kandidati pavarur,